Ishin hetimet e komisariatit numër 4 në Tiranë që zbuluan një magazin në afërsitë të Tufinës që përdorej për fshehjen e lëndës narkotike ku ishin të përfshirë të paktën 5 persona. Këta të fundit kanë përfunduar në pranga pas operacionit policor. Blut sekuestruan 9 kg kanabis, një sasi kokaine, 2 armë zjarri, 2 armë të ftohta, 2 automjete, 6 celular dhe sëndet e tjera të kundërligjshme. Në pranga kanë rënë Gjoj Zina dhe Angelina Koçi, dy të rinj që shikoni në foto rezultojnë të fejuar, ku të dy ishin të përfshirë në këtë skemë kriminale. Burime nga policia bojnë me dije se Zina dhe Koçi dyshohet se me një automjet tip Toyota Yaris kanë marrë sasinë e drogës nga Sukthi dhe e kanë sjellë në Tiranë. Ata e kanë fshehur në magazinën e afërsitë të Tufinës, e cila është në pronësi të Redion Kuqit, i cili rezultoni përfshirë në trafik. Erdi Gjeriti kishte rolin e rojës së magazinës që të mos villej malli. Gjeriti gjithashtu dyshohet se ka shoqëruar çiftin me një automjet tjetër kur kanë sjellë drogën nga Sukthi në Tiranë. Ndërsa Ardit Qitaku në momentin e operacionit të komisariatit numër 4 ka qenë i pranishëm në magazin ku janë sekuestruar disa doza kokainë. 5 arrestuarit kanë pranuar akuzat dhe kanë treguar skemen që përdornin për aktivitetin kriminal. Hetuesit kanë dyshime se ata janë të përfshirë në trafikun e drogës prej të paktën një viti. Lëndën narkotike ata e siguronin nga një grup kriminal në Sukth dhe me pas e sillnin në magazinën në Tufinë, ku e përgatisnin për ta shpërndarë në doza më të vogla. Kontrolli u krye në një magazinë në rrugën Muslim Keta. Policia dyshon se ka dhe persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.